Klea. Jemi. Telefon se na të shmëndet, fillojmë xhirimet. Moj po shifja në Instagram se më inspiron që ditën bëj këtu scroll edhe. Jo këtë punë ka vesh ndjek trendet, siç ahet sa trende Sa amerikane. ke average-in qafsh? Prit. Që rrin telefon. Daily average në javë 8 orë 32 minuta dhe pas kam shpenzuar 13 orë 8 minuta vetëm në TikTok. Unë po të rish kaq shumë në TikTok ose në telefon, u stresohem. Kap stresi? Ua, se unë jam dhe me sinozit. Më kap koka, filloj dridhem. Nuk ri dot se më shkakton. Pa, a e ke efektin vetëm fizik apo dhe Ose më kap tensionin syrit, më bëhet syri kështu. Po pra, e ke edhe psikologjik them që nga që të më streson. Edhe psikologjik, me të thënë drejtën se shef shumë gjëra, ndonjëherë është më mirë të mos dish. Të doja të pyesja. Pra. Shumë gjëra. Tani Instagrami dhe rrjetet sociale, a na bëjnë të motivohemi më shumë apo na vendosin në presion dhe na bëjnë ndjehemi të pasigurta? Mua personalisht më ndihmon gjatë ditës shoh se ti, do thënë, sa më shumë të shohësh, aq më shumë din, e kupton? Edhe kam kështu si sa më shumë kam pa, aq më shumë kam ditë dhe jam inspiruar që të krijoj. Pa ty në rrjetet shumë njësoj si Klea me thënë drejtën se më streson, realisht më streson edhe më të shmotivon, shof ato Lady Diorët që ti përmend gjithmonë, shof këte janë dejte mos si qysh tek, pastaj vi prapë në realitet. Po ti mund të thoje, shiko, shife gotën gjysmën plot, mund të thoje unë i shoh dhe motivohem që një ditë të arrit dhe ta marr vetë forcat e mia. Po ti i shef aty dhe do ta kesh, ta prekësh. Pastaj është një gjë tjetër. Një ditë. Në rrjetet sociale gjithmonë ka prirje që çdo kush të nxjerrë jetën e vet më të mirë, nuk ka ekspozon njëri gjëra të mjerueshme, gjëra negative. Kur s'ke lek, kur ke figurë ferin bërë. Gjithmonë janë story me bollik, story në pushime, askush nuk nxjerr anën e vet negative tjetër, gjithmonë mundohemi të jemi Po mendoj që edhe kjo është fair se për çfarë do dalin aty që hallet e mia. E kupton është. E mendoj dhe unë. Po patjetër. Depresionoj dhe njerëzit e tjerë kohë sikur do më zgjidhin ata. Po, edhe unë mërzitem ose stresohem kur një njeri nxjerr që ka diko smur ose domethënë ndikon, marr nga energjia e tij, e marr, imagjino nga energjia e dikujt, po nga energjia e 20 njerëzve që ti mund 20 minimum, që ti mund bësh scroll në 10 minuta dhe merr gjithë ato energji negative. Shumë veç ato njoftimet e kafshëve shoh që humbasin ose i vrasin dhe më kap një panik o zoti i madh dhe heq direkt, nuk dua ta lexoj fare. Mos më dalin këto, i kam shumë. Kjo ka algoritëm. Se ti je ignorant ndoshta. Unë thjesht i bëj kështu not interest edhe i invest. Për mua thjesht i ignorant, i sheh edhe i bën nuk më intereson fare, nuk dua fare, nuk mos më nxirr më kështu. Të lutem. Unë për vete them drejtën deri para 2-3 vitesh, ose mund të them deri para se të vija tek Andale. Çdo gjë që shija në Instagram më vendosën një presion të tmerrshëm me veten dhe më bëte të ndihesha shumë e pasigur. U krahasoja me të tjerët. U krahasoja dhe thoja pse unë tani që jam 22, 23 nuk bëj kaq lek sa po bën ajo goca në Amerikë, që ajo thotë ti mund të bësh kaq para në 1 orë, 2 orë ç'a ndodh. Po, ekziston dhe ajo, po mendoj që është 1% e popullsisë që del në TikTok dhe bën sikur është average, sikur është mesatarja. Dhe ndihesha shumë e pasigurt, them drejtën, edhe thoja, pse unë nuk mund të blej një shtëpi 25 vjeçe, pse unë nuk mund të kem makinë my dream car 25 vjeçe. Por kur erdha në Andale, do vjetën e vërtet. Jo, prit. Aty tani, duke qenë se ne kemi edhe këtë presionin që audienca jonë edhe në Instagram, TikTok është rritur. Edhe kemi edhe këtë presionin që ne postojmë më shumë gjëra. Dhe unë aty kuptova që nuk mendoj që njerëzve intereson që unë të ndaj, si ta ima, gjëra të mjerueshme ose gjëra depresive nga jeta ime. Dhe më ka ndodhur për shembull që jam në shtëpi, mund të jem super keq, mund të jem duke qarë, mund të jem super mërzitur dhe nxjerr një foto të vjetër. Edhe nisa e het për shembull për të bërë content, pas dhe validim nga njëra. Jo vetëm validim, po për të rritur atë engagement në Instagramit. Dhe për shembull njerëzit nuk e dinë këtë gjë. Njerëzit thjesht shohin atë gjën e bukur. Po pra, prandaj po them që s'e ti që presionohemi shumë. Është fakti që kur presionohesh sepse shef gjëra pozitive, shef njerëz që po kalojnë mirë dhe thua, po unë pse s'po kaloj mirë, domethënë e krahason gjithmonë me veten tënde, por në fakt nuk është ashtu se ti, si edhe ti, unë mund të kem pasur dhon shumë herë raste që mund të kem qarë, ndërkohë që mund të kem dalë në TikTok duke qeshur. Pra, një post që kishte bërë që më gjet. Jo se nuk kam dalë në TikTok duke qarë. E keni parasysh atë meme që thot posti im, ndërkohë unë tani në këtë moment dhe është ajo kështu shpikë. Pikë se u bën pak për etje. Ma kam cikat unë do ta ndroj sot, do ta marr këtë me qefi. Unë nuk e trastoj pjen time. Bravo ti garderobe.
që nuk lëvizim. Edhe unë për arsye garderobe. Se kemi ato me pjeshk. Pjeshka ime urdhëroni Kemi nga që kemi filluar që kemi thënë. Jashtë rrobave. Bravo, bravo Klea që po shpërthen. Se dhe siç po thoja, se më duket se çova deri në fund, harrova. Po thoya që deri para Andeles më vendoste në presion. Po. Tani që kam kuptuar se sa fake jam dhe unë ndonjëherë në rrjetet sociale. Po, është vërtet. Është fake, pranoj, deklarat, është fake. Po të gjithë jemi ndo pak, se Tani që kam kuptuar se sa fake ndonjëherë jam unë në rrjetet sociale, në sensin që mund të kem një ditë të merr të keqe, por aty dukem shumë e lumtur. Tani mendoj dhe unë si Klea që shoh anën e mirë dhe më motivon, për shembull këtë muaj njëherë motivohem shumë për të bërë palestër, pilates, për aktivitet fizik. Shoh këto video që dalin dhe më motivojnë, po bëj le ti këtë, po ka momente, këtu më çelon muaj, shohun ato të palestrës të hënën. Muaj tjetër. Unë ka momente që shkoj në palestër dhe health story, për shembull, happy day, happy healthy e kështu. Happy life. Ndërkohë me zor e kam bërë atë 1 orë palestër, se mund të kem qenë shumë e stresuar, por ndërkohë e hedh një stories të ndoshta më bën të ndihem më mirë, kupton? Thjesht është ajo. Që merrni këtë mesazh, mos u demotivoni nga postimet edhe tonat apo të çdo kujt që shihni për rrjetet sociale, sepse nuk janë ashtu siç duken. Ka një backstory mbrapa, ndoshta të trish, ndoshta ajo ishte lumtur, nuk dini kur brapa skenat, që shijojnë jetën, hidhin çfarë doni, postoni çfarë doni. Influenconi dhe nga ne, po do të thënë. Ndërkohë dhe energjia ndihet edhe nga fotoja. Nuk e di sa e ndjeni dhe ju, për shembull, ku poston. Unë për shembull, kur hedh një foto kështu që jam në rregull, sikur më ecën më shumë fotoja. Po pra, domethënë ndihet energjia, ka një lloj vibrim. Po, ti jep një shkëlqim, duket në fytyrë ajo gjë. Edhe sa kur e fake komplet bie dështim edhe nuk ka vibrim. Po fatkeqësisht duam apo nuk duam, ne sado që ne përpiqemi të motivohemi nga rrjetet sociale, është e vërtetë që ka goxha presion, të vendosin në goxha krahasime dhe presion. Ju kapi për shembull kur duhet postoni content, s'keni content për të postuar, se për shembull unë kam. Ne të paktën që merrem me këtë content, edhe rri gjithkohë çfarë do bëjmë, ka pa ankthi, uam ka rënë kjo, duhet të postoj pak më shumë, të ngrej këtë. Shkruajnë goca, thënë Kristo pse s'ke postuar, ku ke humbur. Unë dje. Dhe më duket vetja e depresioniste komplet, them çfarë po ndodh. Unë nuk e mendoj fare, thjesht për shembull më lind siç më lindi videoja e Deles. Kjo është në rregull, kjo ka ata thjesht ecën se është. Janë njerëz, do thonë, këto shohin njerëz se nuk shohin nuk kanë përqendrim si puna Crystallit. Ajo videoja me be, thjesht be lot. Scroll. E ke kapti? E kape Prime. E kap. Tash Klea hedhve më megu sa se do dele. Kishte edhe atë me Dela dhe mas Delës 700 video që ti bëshin virale. Get ready with me. Be. Do bëjmë blashin. Be. Cappuccino ballerina më shumë. Po pra po. Jo, fakt, mirë bën se ti i bën, i poston, nuk është se e mendon shumë ata poston, thjesht ju du, kupton e nxjerr atë çka ke për të bërë. Po nejse, fatkeqësisht unë mendoj që na marrin shumë kohë goca. Shumë kohë na marrin nga jeta jonë. Po kjo është puna jonë. Mirë, okay. Është ndryshe për njerëzit që na shohin, po për ne të katërta ne kemi punë. Ndonjëherë na vjen më të mundës, me të drejtën. Po si çdo punë mi motor, edhe ata që punojnë një punë normale. Po mirë, ne kemi çik më kështu se ne ekspozimi është pak më ndryshe, duhet të jesh të kuruar. Ne ecëm që ju të vraponi. Dhe nuk na kapët dot, edhe pse vrapon. O Ema. Nejse, çka kemi bërë këtë javë goca? Çka kemi bërë këtë radhë? Ua,